Në prag të liberalizimit të tregut të energjisë elektrike, EVN hapi një kompani të re për furnizime me rrymë për kompanitë të cilat prej 1 prilli do duhet vetë të blenë energji elektrike në tregun e lirë. Në raport me çmimin e tregut të lirë do të formohet çmimi i energjisë, ndërsa kompensimet për tarifën e rrjetit mbetet që të rregullohen nga Komisioni Rregullator i Energjetikës. Qëllimi i kompanisë EVN Furnizimi gjithsesi është që të ketë ofertën më konkurruese. Ne paraqitemi në mënyrë transparente dhe me ndershmëri, pa dhënë informacione të pjesërishtme për çmimin. Ndonse paralajmërimet e para ishin se me liberalizimin, çmimi do të zvoglohet. Megjithatë, ekspertët janë të rezervuar për këtë çështje, sidomos duke pasur parasysh se tani në vend kemi një çmim social të energjisë elektrike. Për këtë arsye, një pjesë e ekspertëve presin që liberalizimi të sjellë disa korrigjime në rritjen e çmimit aktual të energjisë elektrike tek disa grupe të konsumit, sidomos tek familjet. Mund t'ju siguroj se njëri nga faktorët kryesorë për sukses janë rregullat e qarta dhe përgatitja për kushtet e caktuara. Grupacioni EVN ka përvojë të madhe dhe shërben 14 milion konsumatorë në 21 vende me rreth 8.000 punonjës dhe ekspert. Dija dhe siguria janë faktor kyç për suksesin ton. Faza e dytë e liberalizimit në pajtim me paralajmërimet duhet të fillojë me 1 prill, kurse përfshihen 222 kompani, përkatësisht të gjithë që kanë mbi 50 të punësuar dhe 10 milion euro të ardhura në vit. Për familjet dhe kompanitë e tjera, liberalizimi është paralajmëruar në fazën e tretë, përkatësisht gjatë disa viteve edhe ata duhet të dalin në tregun e lirë.